Në listën e detajuar me 44 artikuj të shportës ku dominojnë ushqimet, tregohet se ndërmjet janarit 2024 dhe ati 2025, çmimet në shumicën e tyre u rritën më shumë se inflacioni mesatar prej 2.1% i vitit të kaluar. Të dhënat e Instat tregojnë se rritja më të madhe të çmimeve në janar 2025, në krahasim me janar 2024, ishin limonët me 42% më shumë, fasulet me 37.5%, mishi i pulës me 24.4%, patatet me 13.1%, ullint me 12.2% dhe mishi i viçit me 8.6%. 1 kilogram fasule kushtoi mesatarisht 317 lek në janar 2025 nga 230 lek në të njëjtin muaj 2024, ndërsa 1 kilogram nga mishi i pulës kushtoi 596 lek nga 479 lek që ishte në janar 2024. Gjithashtu, zarzavatet dhe bulmetrat u rritën me ritme 2 herë më të larta se inflacioni. Në janar 2025, 1 kilogram domate kushtoi mesatarisht 177.6 lek, a 5.2% më shumë se në janar 2024. Në krahun tjetër, 10 artikujt kryesor të shportës shënuan rënje të çmimeve ndërmjet 2024 dhe 2025. Në janar të këtij viti, 1 kilogram spec kushtoi 14.5% më lirë se në janarin 2024, qepa e thatë 13.2% më lirë, molla 13% më lirë, benzina 1.4%, nafta 8.1% e gazi 5.8%. Çmimet e produkteve të shportës pësojnë luhatje të forta në periudha të shkurtra kohore për shkak të faktorëve që lidhen me rendimentin e prodhimit, mungesën e inflacionit me kërkesën në treg e të tjerë. Në vitet kur ka mungesë prodhimi dhe çmimet rriten për një produkt, vitin tjetër fermerët prirën të mbjellin më shumë duke krijuar mbi ofertë dhe çmime të ulta për sezonin e ardhshëm. Ecuria e çmimeve në dekadën e fundit tregon luhatje të forta nga viti në varësi të rendimentit të kulturave bujqësore. Në këto vitet e fundit, kur kërkesa në eksport po rritet dhe gjithashtu konsumi vendas po zgjerohet nga numri i lartë i turistëve, prodhimi vendas bujqësor po pëson ulje. Plakja e popullsisë në fshat, mungesa e mbështetjes financiare për fermerët dhe emigracioni i lartë i të rinjve nga zonat rurale, po sjell rënje të prodhimit dhe rritje të çmimeve për shumicën e prodhimeve bujqësore. Sipas të dhënave zyrtare, prodhimi bujqësor për të tretin vit radhazi ndon se Shqipëria është konkurruese në rajon për prodhimin e hershëm për shkak të pozitës së favorshme gjeografike si vend mesdhetar me klimë të ngrohtë.